Zëvendës kryeministrja Albana Koçi u prezantoi këtë të mërkur prioritetin e ri të qeverisë për sezonin politik. Shqipëria sociale vjen si një program i ri i strehimit për çiftet dhe familjet e reja. Sipas zëvendës kryeministres, Shqipëria ka hyrë në një fazë të re zhvillimi, ku objektivi nuk është më vetëm ndërtimi apo ofrimi i shërbimeve, por që përmirësimi të ndihet drejt për drejt në jetën e përditshme të çdo familjeje. Shqipëria ka bërë një rrugë të gjatë, sot jemi në një fazë tjetër zhvillimi. Nuk mjafton më vetëm të ndërtojmë apo të ofrojmë shërbime. Sfida jonë është që çdo familje ta ndjejë përmirësimin në jetën e saj të përditshme. Më shumë cilësi në arsim, shëndetësi, më shumë mbështetje për familjet e reja, fermerët, pensionistët dhe biznesin e vogël, më shumë mundësi për të rinjt që duan të ndërtojnë të ardhmen këtu në Shqipëri. Sepse ndërsa ecim drejt Bashkimit Evropian, standardi evropian nuk duhet të mbetet vetëm një objektiv në letër. Ai duhet të ndihet në çdo shërbim, në çdo komunitet dhe në jetën e çdo qytetari. Prandaj këtë sezon të ri politik, po vendosim në qendër Shqipërinë sociale. Një angazhim për ta kthyer zhvillimin ekonomik në më shumë mirëqenie për njerëzit. Dhe hapi i parë konkret nis këtë vjesht me programin e ri të strehimit për çiftet e familjet e reja. Ndër të tjera, Koçi u thekson se ky program synon që zhvillimi ekonomik i vendit të përkthehet në më shumë mundësi, politika sociale dhe mirëqenie për qytetarët.